Qysh arrin konsenzusin se nuk e ki shumicën në asamble? Po edhe ky nuk e ka shumicën. Do me të pyetin a kjo ardh me garu për kryetar komunës se e të punën prokuria dhe ndërtosi. Asia e këtij shteti qëndron mbi punën e drejtë, jo mbi punën me këto çka e të bën, jo me dallavere. Po çudit na, me të vërtet kanë po mendoj që nuk di a din me udhëheqë menaxhua jo. Peshë vetë që ka 8 asamblejista. Për me kalu buxhetin duhet me pas 14. Unë e di që këtë vetë kanë vit zgjedhore s'ka kalu buxheti, po buxheti ka me kalu dhe buxheti dohet në bazë numrit të banorëve edhe në bazë të prioriteteve. Ai që e ki me do, po nuk mund ndryshe me do buxhetin. Kështu që në bashkëpunim me opozitën duhet të punohet buxheti, duhet ta kalon buxheti pasi që buxheti është fjala kryesore për një komunë për me udhëheq komunën e Sarekës. Patjetër. Kanë vit zgjedhore s'keni dashur me votue, në rregull është mirë, po keni me votu, mos keni gale, shumë shpejt. Faleminderit. Po, Ardian. gjithsesi në udhëheqjen time buxheti ka me kalu se ky thash është një buxhet i cili është bërë shkeleshko, i ka Qysh arrin konsenzusin se nuk e ki shumicën në asamble? Po edhe ky nuk e ka shumicën. Domthonë ne patjetër që do të bashkëpunojmë me asamblesë, me pozitë opozit, sepse buxheti është në interes qytetarëve. Kjo është botnisht e ditëne, por kësaj radhe me çfarë buxheti ka, me çfarë projekcioni për korniza vatmesme, me të vërtetë nëse më analizu keni me gjetë shumë projekte të cilat janë realizuar, ndërsa ato figurojnë që kanë realizuar vitin 2026, 2027, 2028. Nuk e di pse thash organet, hetuesia, gjithta nuk vinë me kthyer këtë deri çka është të bokshtë. Kjo është e pafalshme, sinqerisht po them. Kjo është e pafalshme, po unë nuk dua të thirrem në ato. Ne do të punojmë me nder Jo, unë dhe duke respektuar rregulloren e konventit. Ky as rregulloret e konventit nuk i respekton. Për këto ka vrejtje edhe pe auditorit. Ardian ka kaluar. Ka vrejtje me shkrim, auditori i përgjithshëm ja ka dhënë vrejtje. Mos u ndërhyj, Ardian, të lutem. Veç do me të pyetin a kjo ardh me garu për kryetar komunës se e të punën prokuria dhe ndërtosi. Organet e shtetit i jemi në shpërmtyr 24 orë, jemi në bashkëpunim me ta kanë punë dhe vetën e kemë tonat. Po. Se bashkëpunim që ato se unë... Po vjen mirë se unë e kom arrit ato organe mi kryu me mundë dhe sakrificë dhe me shumë shokë, kështu që si adishë rëndësinë e kësaj shtetit dhe çto po fol, mos i pengo organet e shtetit që punojnë 24 orë shërbim qytetarëve të komunës tonë. Rëndësia e këtij shteti qëndron mbi punën e drejtë, jo mbi punën me këto çka e të bën, jo me dallavere. Jo me dallavere familjarëve. Një sekond, dallaveret i kena poe me 12, me 45%, po vjen mirë që kena po dallaveret, edhe që që mos manipulo se qytetarët e Sarekës ndryshe. Nuk është e vërtet manipulo. Edhe njerë po thamë, nuk kem një firmë, po shtati kem, po jo sot, që 30 vite, dhe s'kem më nalë të punu, kur njetë. Me 9 kanë me dhonë verdiktin e tyre.